Dalje të radhës për mediat, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ngritur akuzat të forta ndaj qeverisë, duke e cilësuar atë të lidhur me krimin e organizuar. Ai e quajti tërësisht të manipuluar procesin elektoral dhe foli për atë që sipas tij përbën një farsë në dëm të demokracisë. Këtu para ju çdo paraqes. Përveç se të dhëna flagrante nga qendrat e votimit, të akteve antiligjore që dëshmojnë se zgjedhjet ishin një farsë fundëkrye elektorale dhe jo një proces zgjedhor. Do paraqes kërcënime që u bën komisionerëve në qendrat e votimit, por do paraqes prap një akt tjetër, se si Altin Toplini flen mbi dosjet e krimit, se si i akuzuarin nga Nureddin Dumani, krenar Guçe, si oficeri ndërlidhës i bandës, bashkëpunëtor i bandës, si pas dëshmisë së Nureddin Dumani, emrohet zëvendësdrejtor i policisë të qarkun e Elbasanit për të shpërblyer tek farsa elektorale. Votimi e patju, ishte pa isur me 2 fletë votimi. Pra, edhe një kthe. Votues me 2 fletë votimi. Vazhdo. Jam kështu i gjajës klientit në rrëgë dhe shumë, ti nuk e tonë ka munda. E tonë, vetë në njërë për të bojë që të shkjo. Ti me përsi në njësë të të rebelë, të si të kodin aty, ti dhe që korjerë, të e shtonë të vitë filan, a shumë e të pushme, sepse Amazon e ka pas sistem të branshë. Vazhdo. Jam kështu i gjajës klientit në rrëgë dhe shumë, ti nuk e tonë ka munda. E tonë, vetë në njërë për të bojë që të shkjo. Ti me përsi në njësë të rebelë, të si të kodin aty, ti dhe që korjerë, të e shtonë të vitë filan, a shumë e të sepse Amazon e ka pas sistem të branshë. Në të njëjtën konferencë, Berisha komentoi edhe mbi situatën e kreut të Partisë së Lirisë, Ilir Meta, duke konsideruar arrestimin dhe izolimin e tij për disa ditë si një veprim të pajustifikueshëm dhe politikisht të motivuar. Sipas tij, masa është marrë pas një bazë reale për shkak të një komunikimi telefonik. Berisha u ndal edhe te çështja e Ervin Salianit, i cili prej muajsh ndodhet në burg, i dënuar për kallëzim të rrem. I pyetur për të ardhmen politike të tij, Berisha theksoi se Saliani do të mbetet pjesë aktive e opozitës dhe se angazhimi i tij në Partinë Demokratike nuk do të ndërpritet pas lirimit. Kujtojmë se Ervin Saliani ndodhet në burgun e Fierit për 28 shtatorit të vitit të kaluar, i dënuar për kallëzim të rrem.